Remzi Osmani ka reaguar ashpër përmes një postimi në rrjetet sociale pas keq përdorimit të imazhit të saj për qëllime mashtrimi. Ajo ka denoncuar publikisht disa reklama që qarkullojnë online, të cilat pretendojnë se këngëtarja ka rënë në peshë fal disa produkteve specifike. Por përmes një mesazhi të qartë mbi fotot e manipuluara, Remzia u ka bërë thirrje qytetarëve që të mos bien prej këtyre rrenave. Disa foto që po qarkullojnë janë të krijuara me AI, janë të pavërteta dhe nuk pasqyrojnë gjendjen time reale. Shkroi ajo, duke sqaruar se inteligjenca artificiale është përdorur për të tjetërsuar fizikun e saj në këto reklama mashtruese. Këngëtarja theksoi se këto produkte për humbje peshe nuk kanë asnjë lidhje me të dhe se fotografitë që përdoren janë thjesht një keq përdorim për të mashtruar qytetarët që vuajnë nga mbi pesha. Përveç Remzies, në të njëjtin rrjet mashtrimi është përfshirë pa dëshirë dhe imazhi i këngëtares Shyrete Beluli. Në mbyllje të reagimit të saj, Remzi Osmani ka kërkuar ndjekësve të jenë vigjilentë dhe të mos besojnë çdo gjë që shohin në internet, duke falendëruar ata për mbështetjen dhe dashurinë e vazhdueshme. Ky rast shton alarmin mbi rrezikun e përdorimit të AI-t për të krijuar përmbajtje të rreme që dëmtojnë imazhin e figurave publike dhe xhepin e konsumatorëve.